Këto janë tre shenjat e horoskopit që do të përballen me sfida në punë gjatë nëntorit. Nga 9 deri në 29 nëntor 2025, planeti komunikimi do të kthehet në lëvizje retrograd në Shigjetar dhe Akrep, duke sjellë konfuzion, vonesa dhe tension në sferën profesionale për disa shenja të zodiakut. Sipas astrologëve, Mërkuri retrograd është gati të kthehet dhe si gjithmonë pritet të trazoj ujërat e komunikimit dhe planifikimit. Këtë herë, ndikimi i tij do të ndihet më fort në punë dhe në marrëdhëniet profesionale, sidomos për tre shenja që do të testohen më shumë se të tjerat, dhe ato janë binjakët, shigjetarët dhe akrepët. Binjakët. Për binjakët, të sunduar nga vetë Mërkuri, kjo periudhë është si një provë kozmike. Aftësitë e tyre natyrore për komunikim dhe bashkëpunim do të duken sikur nuk funksionojnë më si më parë. Mesazhet mbeten pa përgjigje, keqkuptimet shtohen dhe çdo diskutim pune kthehet në konfuzion. Astrologët këshillojnë binjakët të mos reagojnë me impuls, por të vëzhgojnë dhe të analizojnë. Nga dhjetori gjithçka do të fillojë të qartësohet dhe çdo vonesë do të ketë vërtet një arsye. Shigjetari. Me Mërkurin retrograd në vetëshenjën e tyre, shigjetarët do të ndjejnë presion më të fortë. Nevoja e tyre për liri dhe përparim do të përplaset me pengesa dhe vonesa në projekte. Universi, megjithatë, u dërgon një mesazh të qartë, është koha për të rishikuar qëllimet dhe prioritetet profesionale. Dhjetori do të sjellë qartësi dhe një fillim të ri për ata që do të reflektojnë thellë gjatë këtij muaji. Akrepi. Akrepa do të përjetojnë këtë retrograd me intensivisht, pasi Mërkuri kalon edhe në shenjën e tyre. Çfarë ka qenë e qëndrueshme deri tani mund të fillojë të lëkundet, qoftë një kontratë, partneritet apo rol profesional. Tensionet dhe pasigurit në grup apo në marrëdhënie pune mund të testojnë durimin e tyre, por për ata që mësojnë të heqin dorë nga nevoja për kontroll dhe t'i besojnë intuitës, fundi i muajit do të sjellë stabilitet dhe mundësi për një bazë të re më të fortë se më parë.